Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma, mirë se vini në duel. Bota ka 50 vjet që shënon ditën ndërkombëtare të teatrit. Të iniciuar në Kongresin e 9 të Institutit Ndërkombëtar të Teatrit, të varur nga UNESCO në qershor të vitit 1961 dhe filluar të festohet që nga marsi i vitit 1962 në hapje të sezonit të teatrit të kombeve në Paris, që atëherë në të gjithë botën dita shënohet në mënyra të ndryshme. Në Shqipëri njihet pak, ose as pak. Megjithatë, ne do donim që ta merrnim si shkas këtë ditë për diskutuar për disa prej problemeve më të mprehta të teatrit shqiptar dhe më gjerë. Me të ftuarit e mi, zotin Kristaq Skrami, drejtori i Teatrit Kombëtar. Mbrëma, mirë se erdhët në studion tonë. Profesor Josip Pavagjoni, kritik. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studion tonë. Zotin Adonis Filipi, regjisor. Mbrëma, mirë se erdhët në studion tonë. Dhe zotin Ilir Bega, regjisor. Mbrëma, mirë se erdhët në studion tonë, këtu poshtë sot dhe jo në regjisi deri më sot. Përballë nesh sipas traditës së këtij emisioni ka zënë vend dhe publiku si dhe sekretaria në pritje të fillimit të këtij diskutimi, si dhe në pritje të përgjigjeve tuaja për anketën tonë tradicionale, e cila për këtë herë, për këtë radhë, pra për këtë edicion bëhet prezente grafikisht në këtë moment në ekran. Po pa humbur kohë, le të qëndrojmë objektit tonë për zbuluar fillimisht se ç'është dita ndërkombëtare e teatrit dhe për të zbuluar disa opinione të mbledhura në artistët shqiptar për të, po dhe për teatrin në përgjithësi. Ndjekim material. Më 27 mars, skenat e botës festojnë ditën botërore të teatrit. Këtë vit, kjo është datë e veçantë, sepse festohet 50 vjetori. Dita botërore e teatrit e ka zanafillën në vitin 1961 nga Instituti Ndërkombëtar i Teatrit. Për të sjellë në vëmendje këtë ditë, organizohen ngjarje kombëtare dhe ndërkombëtare. Festimeve që bëhen në të gjithë botën i janë bashkuar edhe skenat shqiptare, duke shfaqur falas për publikun pjesë nga repertori i tyre. Një nga ngjarjet më të rëndësishme të kësaj dite është edhe qarkullimi i mesazhit ndërkombëtar të ditës botërore të teatrit, përmes të cilit, pas ftesës së bërë nga INT, një figure për masave botërore ndan me të tjerët reflektimin e tij mbi temën e teatrit dhe kulturës së paqes. Në këtë 50 vjetor, mesazhi vjen nga aktori i njohur John Malkovich. Ky mesazh, që njihet si ndërkombëtar, përkthehet në mbi 20 gjuhë dhe lexohet për mira spektator para fillimit të shfaqjes në teatrot e mbar botës, përfshi edhe Shqipërinë. I won't detain you long, just to say I've spent Jam i nderuar që INT, pranë UNESCO-s, më kërkoi të bëj këtë përshëndetje për të shënuar 50 vjetorin e ditës së teatrit. Këtë fjalë të shkurtër u drejtoj kolegëve, bashkëpunëtorëve dhe miqve të mi të teatrit. Uroj që puna juaj të jetë bindëse dhe origjinale, të jetë thellë, prekse, mediative dhe unike. Uroj të na ndihmojë të reflektojmë mbi çështjen e domethënies së të qenit njeri dhe uroj që ky reflektim të jetë i bekuar në zemër, sinqeritet, qiltërsi dhe mirësi. Uroj të dilni mbi fatkeqësitë, censurën, mjerimin dhe nihilizmin, ashtu si shumë prej jush do të jenë me siguri të detyruar të bëjnë. Qofshi të bekuar me talentin dhe forcën për të na mësuar mbi rrahjet e zemrës njerëzore me të gjithë kompleksitetin e saj dhe me përuljen e kureshtjen për ta bërë këtë qëllim të jetës suaj. Dhe uroj që më të mirët prej jush, sepse do të jenë vetëm më të mirët prej jush, madje edhe ata në çaste shumë të shkurtra e të rralla, t'ia dalin të përmbledhin pyetjen më të rëndësishme nga të gjitha. Si jetojnë? Pa qifat. Shprehet në mesazhin e tij drejtuar gjithë publikut të teatrove në mbar botën, aktori John Malkovich. Ajo që më gëzon është që përshëndetja e këtij viti, që është dhe 50 vjetori, e bën për të gjithë botën tonë, e vogël apo e madhe, botën e artistëve të teatrit, e bën John Malkovich, i cili do të përkthehet sot në shumë gjuhë të botës. Kjo është një emocion shumë i madh se kemi të bëjmë një nga figurat më të ndritura të teatrit dhe të kinemas. Dita ndërkombëtare e teatrit është një ditë fatlume për gjithë artistët e skenës në botë, për arsye sepse teatri është art live dhe është një art që nuk do të zëvendësohet kurrë nga asnjë lloj arti tjetër. Unë mund të them shumë mirë që arti më i vjetër në botë është arti i dialogut. Është një ditë që neve duhet na vërë përpara përgjegjësisë madhe, të asaj që atë që duhet të bëjmë, duhet ta bëjmë me përgjegjësi, me vlera. Për mua konkretisht është një homazh për tratë plejad artistësh të jashtëzakonshëm që kanë themeluar teatrin profesionist në Shqipëri
i cili s'kam tepër se 60-70 vjeç jam mërë akoma. Është një brez që duhet kujtuar në këtë ditë me madhështinë e vetë. Basa ka do me thënje për një shtresim tjetër social. Kurse për ne, do thosha njerëzit e teatrit, çdo ditë është ditë e teatrit. Nuk besoj se ka një pyetje më të vështirë se kjo, dhe njëkohësisht nuk besoj se ka pyetje më të thjeshtë se kjo. Pafundësisht, po. Do të ullur këm kryq për të diskutuar problemet e teatrit, sepse këto janë kaq të mëdha, e kaq të thella, e kaq të shumta sa duhet menduar mirë. Një problematikë është kjo që në përgjithësi 95% e artistëve shqiptarë që merren me teatrin e ka zëvendësuar teatrin shqiptar me letërsinë e huaj. Letërsia e huaj është shumë e gjerë, shumë e madhe dhe shumë e respektueshme. Por mund të them një gjë që ajo është letërsia e huaj dhe nuk është shqiptare. Dhe meqenëse është shqiptare, ajo nuk ka për të vënë kurrë ndonjë gur themeli në artin e teatrit shqiptar. Problemet tjera ka përsa i përket organizimit të teatrit. Akoma nuk është bërë reformë në teatrin. Nuk është përshtatur teatri i vërtet profesionist, ekonomisë të tregut, ose këtia, sistemi të rinj që ka hyrë ky vend prej 20 e ca vitesh. Edhe thotë që ne akoma vazhdojmë me disa festivale që kemi këtu brenda për brenda, që të konkurrojmë pothuajse me njëri tjetrin, si në para viteve 90, po edhe gjatë këtyre viteve. 3 janë momentet problematike që ka teatri jonë sot. Momenti i parë është dramaturgjia kombëtare. Momenti i dytë është institucioni i teatrit. Do më institucion teatrit nënkuptoj infrastrukturën, që duhet të ketë një institucion si teatri, që ne kemi shumë mangësi, realisht. Dhe momenti i tretë është një moment që unë e kam cituar edhe më përpara, është të bërit e teatrit kompetitiv, pra konkurus. Kur them konkurus, jo brenda llojit, domethënë brenda vetes, por në raport, le të themi, në rajon, po edhe me gjerë. Megjithëse të intervistuarit hodhën disa probleme, unë do doja që ne ta nisnim edhe për traditë të këtij formati pak me perceptimin. Kemi të bëjmë me një lloj arti që vazhdon, edhe në këtë kohën moderne të komunikimit, kur tregu është i mbytur me oferta të gjitha llojeve, vazhdon dhe mbijeton, vazhdon dhe ekziston. Mbase për gjithë ata që na ndjekin edhe në shënim të ditës ndërkombëtare të teatrit, pse jeton teatri dhe në këtë kohën moderne? Sipas jush, se mbijeton? Teatri jo se mbijeton sot, ka mbijetuar dje, po gjykoj që do të mbijetoj sa të shuhet. Mendoj unë, ky planet, jo se jam në bashkësinë e teatrit dhe pjesë, le ta quajmë, të kritikës ose të mendimit për teatrin, po kjo është një ide që është pak a shumë e sublimuar në pjesën më e parore të mendimit, sepse teatri është një art i gjallë. Dhe tha dhe Ilir Bezhani, dhe duke qenë se ka këtë veçori, këtë specifik, ndryshe nga gjithë artet e tjera, të cilat kanë pjesën e gjallë, por jo atë që ka teatri që zhvillohet me trupin e gjallë të aktorit, që merr frymë në skenë dhe ti je shef konkretisht, dhe filtri që vjen nga skena tek ne, spektatorët, në rastin e teatrit italian, themi me skenë, kur kemi Murin e 4, dhe llojeve të tjerave teatrove ku aktori shkrihet me publikun dhe publiku shkon tek aktori, ky komunikim i gjallë, i drejt për drejt, e bën këtë art, jo vetëm specifik, po dhe të pamort, të pavdekshëm, për mendimin tim. Sepse njeriu gjithnjë do kërkoj të vjelë kënaqësi dhe duke qenë i pranishëm vetë aty, duke qenë, si me thënë, në një farë sens si aktor dhe autor, njëkohësisht, ose spektator. Kjo gjykoj unë është që do ta bëj teatrin sot e kësaj dite, pa çka se ndodhet sot në një krizë të jashtëzakonshme, konkurrence dhe identiteti, ashtu si që ndodhi dikur, le të themi,
fotografia me pikturën në fund të shekullit 19 dhe fillim të shekullit 20, kur fotografia e konkuroi në mënyrë të tmerrshme pikturën, dhe atëherë piktura dhe piktorët u detyruan të ikin nga mimesisi, nga imitimi, nga shëmbëllimi, nga portretet e mbretërve të njerëzve të ndryshëm ose nga tablo që pak a shumë sjellin një relief historik dhe u përpoj të kaloj në atë që quhet natyrë të dytë ose surrealitet ose në një farë fiction, ose ajo që i ndodh librit sot. Po, dhe sot kjo konkurrencë që ka vite, po mbushet gati shekulli, që teatri ka me kineman dhe më pas ta me televizionin, që ta sjell argëtimin, kënaqësinë, figurën mund koltuk dhe ti nuk ke nevojë ti je një spektator i vetmuar, po gjithsesi prapje në komunikim për te i xhamit të ekranit, dhe më tutje akoma dhe ta mbyll këtu me lundrimet e jashtëzakonshme që kanë dhe ne që jemi këtu sot në internet, në sajtet të shumta, vetiu teatri është i rrezikuar. Është një art i rrezikuar, por nuk është vetëm teatri, kemi letërsinë, mos të futemi shumë dhe shumë të tjera, por ne po flasim për teatrin dhe tapa e shpëtimit unë gjykoj dhe mbetem në këtë mendim dhe nuk është mendimi im, po është mendimi i shumë njerëzve të mençur në botë, është pikërisht sepse teatri është i gjallë. Dhe publiku, njeriu ka nevojë, ashtu si shkon në kishë dhe kryen një ritual religios, ashtu si shkon në sport dhe kryen prap një ritual tjetër lloj, dhe në teatr gjallësia, fryma e bën njeriu ta pëlqejë këtë lloj rituali sepse shkrihet me të gjallë. Ky është mendimi im. Pa dyshim, ashtu si që tha dhe Jusifi, që teatri, si nga artet më të vjetra, duke filluar që nga antikiteti, është pa dyshim një nga artet më të dashur, por dhe që do të mbjetoj pavarësisht nga rrymat e ndryshme, qoftë në teatr, qoftë në kinema, qoftë dhe në televizion. Jusifi tha që natyrisht që dhe televizioni, por dhe navigimit, themi, në sajtet ndryshme që janë të pafundme sot, pa dyshim që nuk mund të zvendësojnë teatrin. Nuk mund të zvendësojnë për arsyeën e vetme, as filmi, as televizioni, për arsyeën e vetme sepse është i gjallë. Në kuptimin që e ndjen reagimin e spektatorit, e ndjen frymarrjen e tij. Dhe pa dyshim që duke qenë se kemi dhe Ilirin këtu që është dhe regjizori i shumë veprave skenike, ndryshimi ndërmjet shfaqjes në televizion, por dhe në sallë, padyshim që ka emocion tjetër. Kështu që unë besoj dhe padyshim që jam me këtë mendim që teatri është nga artet e veçanta dhe që pavarësisht të një periudhe tranzicionit të krizës, të themi artistike, por që nuk e kam vetëm për këtu tek ne, por në një pjesë të krijimtarive, them që teatri padyshim është ai që do të vazhdojë të ndiqet dhe të ketë vlerën e tij të padiskutueshme. Nga një anë kemi këtë shkëmbimin e emocioneve në sallë, midis publikut dhe skenës, që në fakt është akti pa përsëritshëm, sepse aktori nga njëra loj në tjetër, nga njëra ditë në tjetër, nga njëra mbrëmje në tjetër, natyrisht që nuk është besnik 100% i asaj që ka bërë një ditë më parë. Dhe emocionet që përçon gjithashtu nuk janë të njëjta, dhe në anën tjetër kemi konservimin në media, që e bën televizioni, që e bën sajtet e ndryshme të internetit. Pse është kaq atraktive ky akti i papërsëritshëm dhe çfarë humbet në atraktivitet kjo pjesa tjetër? Ose ofron më shumë, mund të ofrojë më shumë, ata edhin për diskutim. Jo, mendoj që së pari njerë mendoj që duhet të shpreh edhe unë, duhet të bashkohem atij urimi, domethënë që kjo ditë vërtet e vyer për teatrin, një ditë e mrekullueshme që të gjithë artistët që punojnë terren, që punojnë drejt për drejt në skenë, domethënë kanë nevojë, mendoj, për punë sa më origjinale, sa më të ndjera dhe sa më të thella. Është tepër e domosdoshme. Për sa i përket problemit që diskutojmë, shikoj që teatri nuk është i rrezikuar. Ky është mendimi im. Dhe fakti që nuk është i rrezikuar, teatri përgjithsisht vjen përmes spektaklit, vjen dhe përmes interpretimit dhe lojës së aktorit.
fakti që teatri vjen përmes teknikës së brendshme të aktorit e bën teatrin, mendoj, përjetësisht të pa rrezikuar. Mjafton një aktor të dali në skenë ose të dali diku në një hapësirë, siç thot Peter Brook, një hapësirë empty, bosh. Unë mendoj s'ka nevojë dhe pa komponente, pa asnjë lloj gjë, mjafton të shohim teknikën, lojën e tij të brendshme, dhe ai është teatr. Dhe kjo e bën jo kompetitiv në raport me artet e tjera teatri. Varet nga rryma, drejtimi, lloji teatrit. Sigurisht teknologjia ecën, po përsëri teknologjia ecën, siç përdori rastin Josifi të fotografisë. Por në fund të fundit, esenca, si thua, vlera esenciale e teatrit mbështetet mbi teknikën e brendshme të aktorit. Dhe kur themi për teatrin e gjallë, ajo pasaj ka të papriturun, ka befasinë, ka freskinë, ka të drejt për drejtën, ka emocionin e drejt për drejt, që si është sot aktori nuk është nesër, po përsëri çdo gjë komunikohet përmes provokimit që sjell teknika e brendshme e aktorit. Kjo mendoj se bën teatri përjetësisht të pa rrezikuar karshi evoluimit të arteve tjera. Sigurisht, në pikpamjet të perceptimit dhe evaluimit estetik, teatri është i hapur sot karshi prurjeve bashkëore, është i hapur karshi arteve të tjera që dashur pa dashur pasurojnë gjuhën e teatrit. Por në fundit, thelbi i teatrit mbështetet mbi teknikën e brendshme të aktorit. Domethënë, do më ndjeni ose ta përforcojmë shumë, kisha një pyetje direkte për ju, profesor. T'ja lëm fjalën dhe Ilirit dhe pastaj kisha një pyetje direkte për ju. Po, teatri... Zbulojmë apo bjerrim vlera duke e konservuar në ekran? Po, ne jemi të gjithë të artit dramatik këtu dhe të gjithë kemi një mendim që teatri... Përfshirë dhe mua. Të gjithë bashkë, prandaj thash. Teatri është jetë, është emocion. Mund të flasim që mund të ketë ecurira, domethënë ka zhvillime, po jo se rrezikohet teatri, mendoj unë. Asnjëherë nuk rrezikohet teatri. Dhe pse vete publiku sot në teatr? Publiku vete në teatr sepse merr një emocion që edhe në jetën e tij të përditshme ai rastis ndonjëherë se mundet ta ndjejë atë. Dhe e merr dhe bukur, sepse teatri ka dhe vlera, se flitet një gjuhë kombëtare e pastër, është kulturë, e ka shumë gjëra tjera, po mbi të gjitha është emocion. Është ndjenjë që sa i duhet një regjisori që të konceptojë një shfaqje të tërë, sa i duhet aktorëve për të tjetërsuar jetën e tyre të përditshme në personazhet e saktuar, që bëjnë një jetë të dyfisht, dhe zakonisht në teatr luajnë vlera, luajnë shfaqje me vlera. Dhe ato vlera njerëzit në jetën e përditshme nuk paraqgjejnë. Dhe kanë vajtur, vënë, dhe do të vënë vazhdimisht në teatr se aty i gjejnë direkt. Gjejnë dhe shumë gjëra që kompensojnë në veten e vet. Dhe është ai emocion që ne bëjmë një pasqyrim si televizion. Dhe televizioni ka një vlerë tjetër, merr vlerë tjetër një shfaqje në televizion. Vlera direkte është në shfaqje, është në sallë. Dhe atë vlerë direkte, atë emocion direkt që e merr publiku në sallë, ai është i pa zëvendësueshëm. Ne tjetërsojmë, ne sjellim dhe luajmë me mënyrën tonë filmike që të vjelim emocione, të nënvizojmë ide, të sjellim shumë bukur mesazhin. Të orientojmë. Po, mesazhin që ka konceptuar regjisorët, që interpretojnë aktorët, që e mishirojnë me qenien e tyre, dhe e sjellim në një mënyrë me fjalë që në sallë publiku shikon shfaqjen dhe është njësoj sikur neve të xhirojmë me një plan, me një kamerë, me një plan përgjithshëm, që tek ne për shembull ai spektatori i rreshtit fundit mund mos dëgjojë edhe fjalën. Kurse ne kemi mjete që edhe fjalën e japim të plot. Por ama e zbërthejmë në mënyrë të tillë që edhe një mbyllje sysh e një aktori në një moment saktuar dhe një lëvizje koke është veprim. Dhe është edhe ajo vjen logjike. Çdo veprim është logjik dhe është i mbështetur, kështu që atë gjë e vjel spektatori e vjel nëpërmjet mënyrës së sjelljes tonë në ekran. Dhe ne sjellim vlera të tjera dhe e shikon çik dhe më afër
edhe ndjen dhe atë syrin me lot të aktorit, merr vlera të tjera, dhe qanë dhe ai spektatori jon i shtëpis, telespektatori e quajmë, në momentin që kam ngarkesë emocionale aktori, dhe vjen një moment i përplasjes dramaturgjike, që vinë ato kulmet, që janë përcaktuar, dhe e ndjen dhe telespektatori. Dhe prandaj them që merr vlerë tjetër tek ne. Dhe ne është mirë që ne kemi shumë vështirë në fakt. Do të thënë s'ka shans që ta humbas. Ashtu siç orientohet ai, nuk ka shans. Në një farë mënyrë edukohet që të shoh atë që duhet shoh nëpërmjet ekranit. Nuk ka njerëz që kur dëgjojnë një brit mos kthejnë kokën. Në jetën e përditshme. Ju atje kur shohin ngjarje që janë dhe pjesëtar vetë të jetës, shohin veten tek ato shfaqje, se janë problemet që qoftë në shfaqjet e autorëve të vendit, qoftë dhe të huaj, trajtojmë probleme sociale, probleme, domethënë, nga më të ndryshmet që spektatori gjen veten atje. Edhe prandaj dhe emocionohet. Emocioni real është në skenë. Pikërisht. Prandaj emocioni është e papërsëritshme çfaqja nga çfaqja. As diskutohet. Është ndryshme. As diskutohet. Dhe emocioni është real. Dhe themi ne pastaj që vjen shfaqja, bëhen provat, arrihet shfaqja, dhe kur arrihet shfaqja është shumë vështirë domethënë të humbasi nga shfaqja në shfaqje vlera. Se kur vjen arrirë shfaqja, atëherë duhet hyjmë dhe ne ta gjirojmë. Domethënë jo shumë mbrapa, që i bjedhin çik vlerat. Me që jemi te emocioni, profesor, katarsisi në sallë dhe katarsisi nëpërmjet ekranit. Shiko. Forcohet, humbet, ndodh. Qysh kur përcaktua ky term nga Aristoteli i famshëm për tragjedin, sepse aty është kryesisht katarsis, po ne po marrim tani teatrin në të gjitha vlerat. Për ata që na dëgjojnë, ndikimi nëpërmjet emocionit. Katarsisi është pastrimi shpirtëror që i ndodh publikut sipas Aristotelit nëpërmjet frikës dhe tmerrit dhe mëshirës. Ne duhet kemi mëshirë dhe ta vi keq për ato që ka ndodhur aty, dhe duke na ardhur keq, neve identifikohemi me fatin e personazheve, na vjen keq, ashtu si kundër tjetërsohemi, largohemi kur ne kemi frikë dhe tmerr nga fati që ju ka ndodhur të tjerë, mos na ndodh dhe ne kështu. Ky proces katarsik ose pastrimi shpirtëror që ndodh te publiku, sigurisht në gjitha artet ndodh një proces katarsik, por atë që tham në kryeherë, gjykoj që teatri publiku nuk e ka më si thush një recipient që quhet ose një perceptus të distancuar me një perde përpara. Është një lexues, lexon romanin, sot e lexon, u lodh e lë, shkon i këntudhje. Teatrin do ta ndjekësh nga fillimi deri në fund sepse nuk copëzohet, dhe s'dyti, sikundër tham, komunikimi është fizik. Nuk është një komunikim i ndërmjetësuar siç ndodh me të tjerat. Dhe ajo çka është pasaj fare dhe më kryesore dhe që u përmend tu, që është publik perceptimi. Unë, për shembull, kur shikoj një pikturë jam më vete. Kur jam në televizion, që të bëjmë tani dallimin, unë jam më vete dhe e shikoj atë si në film. Dhe spektatori i filmit, sado që jemi të tubuar të gjithë në një sallë të errët, perceptimi është vetjak. Ndërsa në teatr kur nuk mund të ngjasë që perceptimi të jetë vetjak. Perceptimi është i përgjithshëm, i përbashkët, publik. Në këtë rast ndryshojnë edhe proceset katarsike, le t'i quajmë. Në teatr procesi është shumë i fuqishëm i katarsës, sepse është një ndikim dhe një impakt publik, emocional kryesisht, po pastaj vjen edhe në fillin racional, sepse si thosh Nietzsche i madh në librin e tij të famshëm Lindja e tragjedisë greke, janë të dy fillet që gërshetohen, filli dionisian, pra emocioni, shpërthimet, gjitha këto, dhe filli apollonian, arsyeja, sublimimi e tjera. Thirrja e parë që drejtohet nga skena i drejtohet temperamentit artistik të spektatorit, të publikut. Dhe pastaj shkojmë në fazën gjithnjë kalon te publiku dhe filtri bëhet te publiku. Por publiku në teatr, pra bëjmë dallimin, është kompakt, është i gjithë bashkë, është një bashkësi. Ndërsa në televizion unë shoh teatrin dhe ka tjetër element. Dhe përcjellet përmes ekranit. Po sigurisht. E nisëm në mënyrë disi teorike, po me materialin që vijon, do mundohemi të ta orientojmë pak bisedën tek teatri shqiptar. Meqense kemi të bëjmë me një fenomen historik, do hedhim një vështrim në një histori të përmbledhur të teatrit shqiptar për të vijuar pastaj me diskutimin këtu në studio ndjekim material. Prania e teatrove antike monumentale në qendrat ilire si Apolloni, Putrind, Pylis apo Hekal, Nikoja apo Klos,
Orik Fojnika apo Finiq, Sofratik, Dyrah apo Durrësin e sotëm, flet për aktivitet teatror në territorit ilire dhe influencën e teatrit antik grek në të. Apollonia veçohet si një nga qendrat MNZ, në odonin e së cilës jepeshin shfaqje letraro-muzikore gjatë shekullit të dytë para Krishtit. Në shkallët e teatrit zinin vend 7.000 vet. Edhe gjatë periudhës së mesjetës, dëshmohet aktivitet me natyrë teatrori karakterit folklorik. Megjithatë, lëvizja e Mirfield nis gjatë rilindjes kombëtare. Më 1874, Koto Hoxhi organizon shfaqjen e parë me subjekt nga dasma e Lungërisë, me trupën e shkollës normale të Qesaratit. Në 1899, një grup shkollor në Korçë inskenon Otellon e Shakespeare-it. Në 1875, Sami Frashëri boton në turqisht dramën Besa. Në 1880, Leonard de Marlino shkruan Nata e Këshëndellave. Në 1882, Pashk Babi shkruan Biri i Qifutit dhe Francesca Anton Santori pjesën Ermira, ndërsa më 1909 Gjergj Fishta shkruan Shën Francesca e Azizit. Në kuadrin e luftës për pavarësi, Fan Noli shkruan Izraelit dhe Filistin dhe Kristof Loqi Fe dhe Kombësi. Pas Stefan Gjinit dhe Mihal Gramenos, kulmon Andon Zako Çajupi me Burri i Dheut, 14 vjeç dhëndër, pas vdekjes. Në fillim të shekullit të 20, krijohen klubet me aktivitet teatror si Labëria, Bashkimi apo Shoqëria e Grave, Ylli i Mëngjesit, ndërsa dramaturgjia spikat në penat e Hakis Tërmillit, me dashuri dhe besnikëri, Agimi i Lumnueshëm dhe Dibrania e Mjerueme, Faqon Postolit me Lulja e Kujtimit, Kristof Loqit me Karl Topia e të tjerë. Në regji spikat regjizori i parë, Sokrat Miho, formuar në Akademinë Dramatike Muzikore në Paris, dhe veçohen talente si Loro Kovaci, Pjetër Gjoka, Zef Jubani, Mihal Popi, Vangjel Grabocka, Dhorka Sheri, Dimitër Trajqe e të tjerë, që do t'ishin pionerët e parë të teatrove profesionist në Tiranë, Shkodër, Korçë, Vlorë dhe Gjetkë. Është koha kur jashtë kufive formohet gjeniu i skenës europiane, Aleksandër Mojsiu, i cili identifikohet hapur me origjinën e vet, duke prezantuar në botë të dhënat e spikatura fizike dhe forcën e temperamentit shqiptar. Hamleti te Hamleti, Fedja te Kufoma e Gjallë, Franz Mori tek Cubat, Fausti tek Fausti, Edipi te Edipi mbretit të tjerë janë pjesë e fondit të artit interpretimit botëror. Vitet e luftës së dytë botërore shquhen kryesisht për teatrin me natyrë improvizimi, pa krime të mirëfillta si Pollavrasja e Zihni Sakos, Kryengritja shqiptare e Aleksandr Banushit, apo Margarita Tutulani e Alex Çaçit. Aktivitetin e grupeve amatore në Tiranë, Gjirokastër, Durrës dhe Teatrin e Burgut, me protagonist Besim Levonja dhe Gjik Kuqali. Teatri amator, hedh bazat e teatrit popullor, sot teatri kombëtar dhe teatrove të para profesioniste që do të krijoheshin në Tiranë, Shkodër, Korçë, Durrës, Vlorë, Elbasan e të tjerë. Ndonse brenda realizmit socialist, teatri pas luftës krijoi vlera të pamohueshme dhe individualitete të spikatura mjeshtrash të skenës, ku veçohet brezi i hopit ose brezi i parë profesionistëve që studiuan jashtë, si regjisorët Andrea Malo, Pi Romani, Esat Oktrova, Mihal Luarasi, Kujtim Spahivokli, Zina Andri, Drita Agolli, Pandi Stilu, Andon Pano e të tjerë. Në këtë kohë formohen dhe dramaturgët profesionistë si Spiro Çomora, Kol Jakova, Dionis Bubani, Fadil Pachrami, Loni Papa, Teodor Laço, Fadil Kraja, Rushdi Pulaha, Dritoroa Golli e të tjerë. Shkolla e lartë për aktor Aleksandër Mojsiu, më vonë Fakulteti Skenik i Akademisë së Arteve, hapi epokë të re me interpretimin teatror. Kështetimi i eksperiencës së aktorëve me përvojë me aktorë të rinj, produkt vendas dhe lëvrimi intensiv i dramaturgjisë, shpuri në krijimin e shkollës teatrore shqiptare. Krahas dramaturgjisë kombëtare, me vepra si Toka Jon. Shpirti nons. Prefekti. Shemre po shkelon tina. Familja e peshkatarit, Cuca e maleve, shi në plazh. Qënë ke sevdalli ma zotrote, se pas kemi ditur neve. Ona shu, por mos kem njeri. Karnavalet e Korçës, Generali ushtrisë së vdekur, Fijet e natës, Këneta, Shtëpia në bulevard, Mbi Gërmadha, Fisheku në Paj, Njollat e Murme, Zonja nga qyteti, Fytyra e dytë e të tjerë, u vunë në sken edhe kryeveprat e letërsisë botërore si Dhelpra dhe Rusht, Hamleti, Otello, Intrig dhe Dashuri, Shumë zhurmë për asgjë, Rena me këmbë të gjata, Zekthi, Arturo Ui, Nata e 12, Natën e mirë pentesi. Zbutja Kryeneçës, Revizori, Martesa, Kooperacije të tjerë. Vend të veçantë, zuri dhe lëvrimi i komedisë
me nismë në humorin tradicional dhe traditën e shquar letrare si 14 vjeç dëndër dhe pas vdekjes të Anton Zaku Çajupit. Me kohë, u zhvillua dhe teatri varietes, apo estrada, i nxitur edhe nga krijimi i trupave përkatëse në qytetet kryesore të Shqipërisë, ku spikatën Tanu Banushi, Skënder Sallaku, Paulin Preka, Luftar Paja, Aleku Prodani, Vasilaq Vangjeli, Koço Devole e të tjerë. Rol gjithnjë më të rëndësishëm në vite, nisi të luajë skenografia, filluar me Vangjush Mion, Rok Dabërdakun dhe Ismail Hitrin, pasuar nga profesionistët e viteve 60 si Agim Zaimi, Hysen Devoli, Shaban Hysa e të tjerë. Kthesa e viteve 90 dhe pluralizmi i mendimit u reflektuan në teatr si në organizim, ashtu edhe në metodën e krijimtarisë. U hapën dyert për dramaturgjinë bashkëkohore të gjitha rrymave, trajtimeve dhe alternativave moderne teatrore, të cilat vazhdojnë të eksperimentohen edhe sot. Natyrisht të qenit fenomen historik apo dukuri historike hedh pyetjen për qëndrimin ndaj historisë dhe qëndrimin ndaj vlerave, ose jo vlerave, të paktën për rishikimin e produkteve të asaj kohe. Dhe është momenti mbase për të folur kësaj here për teatrin, është një proces që shoqëria jonë nuk është se e ka bërë në fushat të tjera të jetës, por ne sot diskutojmë për teatrin dhe le t'i rrim diskutimit. Kemi një trashëgimi, si raportohemi me të? Teoria fillimisht. Jo, teoria ta themi qik, se në fillim bëm teori plot tash i të vim qik në një shtrat më tonin, më shqiptar. Unë gjikoj që këto 22 vjetë pas të i kalimit të një shtëpije të mbyllur, themi, krejt të izoluar, për fatkeqësinë tonë, sigurisht edhe vetdia jonë është dritësuar. Në qoftë se në fillim nostalgjia ishte më e fuqishme dhe na vinte keq, thoshim po kjo shfaqje, po ja është e bukur, është e mirë andaj këtë. Sot unë gjykoj që ne kemi fituar atë fillin racional, apolonian për të bërë një ndarje midis asaj çka është e keqe dhe e ndotur, e gjakuar dhe asaj çka mund të rezistojë dhe mund të ndërtohet një farë tradite. Ç'dua të them me këtë? Në rrafshin e dramaturgjisë, për mendimin tim, një pjesë jashtëzakonisht e madhe është e ndodhur. Është shfutur në kapilarët e ideve, të mesazheve, po dhe të ndjesive, të emocioneve, në për drama e ashtu quajtur utopi komuniste, socialiste, le ta quajmë si të duash, ashtu quajtur ideologji marksiste dhe të gjitha dukurit, fenomenet dhe konfliktet sociale, deri dhe morale, shikohen nga kjo optikë, që është opake për mendimin tim dhe kjo ka dëmtuar jashtëzakonisht shumë sjelljen jo vetëm të dukurive historike, të proceseve historike, sepse kjo është një pjesë e dramaturgjisë, po dhe vështrimet në bulbet emocionale të njeriut si njeri, në tipat dhe arketipat e personazheve të ndryshëm, në situatat emocionale. Edhe këtu, unë jam për vete time dhe besoj jemi të gjithë, që këtu ka shumë për të parë dhe për të vlerësuar. Radhën e parë, do më para për 4-5 vjetësh nuk më kujtohet mirë, u vu drama këtu e Vedat Kokonës, Hijet e natës, nga Ervin Çuli. Kam pas rast dhe ta paraqes në 1-2 libra kështu si shembull, si referencë, pa çka se ne e sollëm dhe e ndërtuam këtë dramë brenda një optike të re, duke bërë transformime të qëndrimeve të autorit ndaj personazheve, të qëndrimeve të autorit ndaj ngjarjes dhe konflikteve dhe drama. Për mendimin tim, komunikoj me publikun, por në fund të fundit ne s'bëm gjë veçse një transformim të ideve të saj, ndërsa drama në vetvete është dhe ajo një dramë komuniste, le ta quajmë. Ndërsa po të marrim pastaj dramat që janë krejt të njohur dhe mos bëjmë terapinë e tyre të Koljakovës, të Loni Papës, të Fadil Paçramit, të Rushdi Pulahës, edhe në pjesën e dramave që kanë dhe artikulojnë ide të guximshme për kohën, sot e shikon që gjitha këto ide janë vështruar po nga kjo optik, le ta quajmë, e kohës. Dhe në mendimin tim, domethënë, dramaturgjia është vështirë riciklueshme për teatrin sot. Vetëm me operacione të thella mund të riciklohen disa nga vlerat e mbetura, sidomos drama historike, ku le ta quajmë ndodhja është disi më pak e dukshme, jo se dhe ati është e dukshme, sepse është gjithë një optika dhe ideologjia e kohës për ta interpretuar një dukuri historike ose një proces ose një personazh historik, por sidomos gati të pa
të pa riciklueshme janë dramat me konflikte klasore, politike, të cilat janë në bulb, në thelb, në kapilar, në qelis, janë të papranueshme për mendimin tim. Ndërsa, ta mbyll se u zgjata shumë, sa i takon të letë flasin dhe mitë të tjerë, sa i takon regjizurës. Ne kemi shumë për të afirmuar, ne kemi shumë për të mësuar. Shkolla, do më thënë Universiteti i Arteve, po dhe përvoja, librat, kritika, aktorët pastaj është pjesa më sublime, më e bukur dhe më e papërsërishme do të quaj unë që për mendimin tim ende nuk është arritur dot në atë nivel të lartë si pranë të aktrimit shqiptar me figurat mëdha që nga Kadri Roshi dhe Sulejman Pitarka, Naim Frashëri e tjerë, mos përmendim emra se është një plejade të tërë aktorësh që për mendimin tim i kanë dhënë dritën më të madhe teatrit shqiptar dhe kanë ndërtuar me të vërtet eksperjenca të vyra, një traditë që nuk mund të tejkalohet, por që është një krenari dhe mbetet për ne dhe do të mbetet për herë, do më thënë në mbamendje në kujtesën kulturore të shqiptarëve. Është vërtet kjo që thotë Josifi që përsa i takon dramaturgjisë kombëtare, para viteve 90, po thuaj se pjesa më e madhe e tyre kanë qenë të padyshim të indoktrinuara, kanë qenë skematike, por ajo që unë duhet të theksoj është që mbas viteve 90, me lirinë e krijimtarisë, me heqjen e barierave ideologjike, përsëri gjatë tyre, të themi 20 viteve, nuk gjejmë ose nuk ka ndonjë dramë që ose komedi që është pikante dhe që pa dyshim ajo mund të bëjë ndonjë vlerë kombëtare. Siç mund të kenë bërë veprat të tjera pavarësisht anës ideologjike dhe kufizimeve të tjera që kanë pasur. Në këtë këndvështrim, unë e ndjej pak veten të jo shumë rehat në kuptimin e asaj kur më vinë veprat të dramaturgëve shqiptarë. Kemi parasysh që është vetëm një, ose deri pa kohësh ka qenë vetëm një teatri që është teatri kombëtar në Tiranë dhe autorët dhe regjisorët pa përjashtim të gjithë trokasin në këtë derë. Por detyra e teatrit kombëtar, sipas mendimit tim, është që duhet të serviri vlera kombëtare. Vlera kombëtare në kuptimin edhe dramaturgjisë, por vlera kombëtare dhe në dramaturgjinë botërore. Sepse keni parasysh që nëse vihet një vepër e huaj në skenën e teatrit kombëtar, ajo padyshim duhet të ketë diçka që çfarë i flet ajo realitetit shqiptar. Çfarë i flet ajo spektatorit shqiptar. Në këtë këndvështrim unë them që edhe në këtë pikpamje unë them që nuk ndihem fort komod kur unë nuk harrij që të gjej tamam një vepër të mirë kombëtare. Unë jam padyshim për atë idenë që teatri kombëtar duhet të ketë patjetër në repertorin e tij 1 deri në 2 vepra nga dramaturgjia kombëtare. Por që megjithatë nuk i ka anashkaluar. Gjatë këtyre viteve janë vënë dhe vepra, por unë do të dëshiroja që të kishte një vepër me të vërtet që e nderon të themi çdo dramaturg shqiptar. Më mirë një vepër kombëtare me lëshim cilësie, apo më mirë pa vepër kombëtare, po pa lëshim cilësie? Kjo është pyetje shumë e mpret, do të thosha unë, sepse është pjesërisht e keqe, pjesërisht e mirë. Nga të dyja krath, unë gjykoj që është dhe e mira dhe e keqja bashkë, të dyja, po nuk e di sot për mendimin tim, nuk duhet të tolerojmë shumë në pikpamjen, se mund të ofrojmë një vepër që artikulon disa ide, po ajo është e dobët, ajo do bëja një shfaqje, 2 dhe çfarë impakti ka ajo me publikun. Prandaj duhet bërë përpjekje, unë kam mendimin sot, sigurisht jemi në kushtet e lirisë dhe ku individualiteti i autorit, i dramaturgut është më i paprekshëm se dikur që kishim disa komisione, i kalonim në disa hallka dhe qoftë për keq, qoftë për mirë, po ajo shpesh përmirësohet dhe sofistikohet deri në ato përmasa asaj duhej, asaj ideologjie dhe asaj kohe. Pa u zgjatur për një informacion, kush gjykon sot? Për veprën, kush gjykon sot? E pra, këtu desha të dija. Kush gjykon për veprën, nëse ja vlen, pra ka standardet për t'u vënë në skenë, apo jo? Ka disa modele, po letë përgjigjet Kristaqi. Çdo vepër kalon një filtr që është bordi i teatrit. Është bordi. Dhe aty natyrisht paktën gjatë gjithë kësaj periudhe ka pasur specialist teatrit, regjisor,
dramaturg, por ai është filtri kryesor dhe pse duhet vihet një vepër në sken. Natyrisht, nëse ka një vepër të huaj, e para një shifet autori, ana tjetër shifet dhe mesazhi që ajo, siç e thash dhe më lart, çfarë do t'i thotë regjizori me këtë vepër. Por natyrisht ka dhe një garanci suksesi brenda. Pa diskutim. Ndërsa ajo që flitet për dramaturgjinë kombëtare është ajo që diskutuam më lart edhe bashkë me Josifin, që duhet të ketë vlera se s'bën. Megjithatë, pa u justifikuar, unë them që deri një farë mënyre teatri është marrë dhe me dramaturgjinë kombëtare. Nuk jam me atë që s'duhet merret fare, absolutisht. Por rreziku është gjithmonë tek reagimi i spektatorit. Cila ishte përgjigjja juaj? Lëshim në cilësinë e emër të një vepre kombëtare apo mungesë? Jo, nuk jam për atë. Më mirë mungesë. Por veprat që kanë ardhur, mbase nuk kanë qenë të... Jo sot e tutje, në parim, s'ka rëndësi. Në parim po flasim. Po edhe konkretisht. Veprat që kanë ardhur në teatrin kombëtar, nuk është se kanë pasur ndonjë, të themi, zhvillim nga ana e dramaturgjisë ose e problematikave që ka. Megjithatë, ne prapi kemi lënë hapësirë veprave, sepse jam me atë që duhet të ketë hapësirë pa diskutim dramaturgjia kombëtare në një teatr kombëtar. Ne do ta shkëputim diskutimin fare shkurtu për një hapësirë publicitare për t'u rikthyer sërish në studio. Komunikimi vazhdoi këtu edhe gjatë hapësirës publicitare, kështu që unë do doja t'u drejtohesha në fakt të rinjve që kam këtu në studio, të publikut. Flasim për një traditë teatrore që ju e njihni ose nuk e njihni, do ta thoni vetë, dhe për një teatr të ditëve tona të cilën keni mundësi ta njihni, nëse keni dëshirë ta njihni ose nëse ju josh mjaftueshëm. Jepni një ekspertizë të parës dhe së dytës. Sa e njihni teatrin e deri tanishëm dhe sa e njihni të tanishmin? Teatrin e njohim, por ndoshta personalisht mendoj se të rinjt ditët e sotme më tepër shkojnë, preferojnë kinema se sa teatri. Sigurisht që emocionin që t'jep teatri nuk ta jep kinemaja, nuk ta jep filmi. Arsyen fare sinqerisht, arsyen përse në rastin tuaj? Janë komplet indiferent. Shohin filmat e fundit të Hollywoodit dhe thjesht ato preferojnë më shumë. Dhe teatrin, mos të them as pak, shumë pak e preferojnë dhe shumë pak shkojnë. Por ne ndodhemi midis një distancë, midis brezit prindërve tanë dhe nesh, sepse ato janë më nostalgjik ndaj kinemas dhe gjithmonë ato kërkojnë dhe dëshirojnë që më shumë ti ne të shkojmë dhe të shkojmë një pjesë teatrale se sa një film kinema. Çfarë do t'ju bënte ju personalisht që të shkonit në teatr? Çfarë titulli? Në një rast të supozuar. Çfarë tematike? E huaj, e vendit, e shkuar, më thënë, historike, e ditëve tona. Mendoj se gjithçka vetëm që ti përshtatej moshës. Për shembull. Si, doja thoja që nuk them sepse të rinjt shkojnë vazhdimisht në kinema, po ka që dhe ndjekin, unë e ndjek teatrin, edhe normalisht emocionet që mund të marrësh në një sallë, ku luajnë aktor, ku performohet, e më the, thash, janë të gjitha emocionet cilat nuk mund t'i marrësh asnjëherë në kinema, edhe pse ka dalë 3D-ja në një farë mënyrë. Por doja të thoja që nuk është se nuk shkojnë të rinjt në teatr. Dhe tematikat mund t'jenë të çfarëdoshme, por edhe them se edhe titullin ndonjëherë bën atë impaktin që ka një titull interesant, kjo shfaqja sot edhe të shkojmë të shohim. Dhe mendoj se rinia duhet të shkojë të ndjekë, sepse teatri është një kulturë e cila duhet zhvilluar. Kemi dy prononcime nga të rinjt këtu, të cilave unë do t'ju shtoja një vretje nga ana ime. Natyrisht ka të bëjë me një lloj edukimi. Sa edukojmë ne si shoqëri të rinjt që të shkojnë në teatr. Brezi prindërve tanë shkonte rregullisht, natyrisht nuk i kishte edhe mundësitë e tjera, po dhe ishte i edukuar të shkonte në teatr. Në anën tjetër, gjithë të traditë, edhe pikat e ndritshme të kësaj tradite ne i ofrojmë pak.
ose as pak. Ndërkohë që mbase edhe këtë brum që kemi në dorë, mbase, si tha djali, nuk e shesim ashtu siç duhet për ta tërhequr dhe atë pjesë të publikut që do kishim dëshirë ta tërhiqnim, si mendoni? Unë mendoj që edukimi për teatrin, e para njerë që duhet të filloj që nga shkolla. Duhet të filloj nga shkolla, nuk e di sa jam i informuar për këtë, që a bëjnë lëndë për teatrin. Nuk them që ka disa vjetë që është futur në bazë të sistemit evropian, është futur lënda e arteve. E arteve. Kështu që ka mësues. Është e përgjithshme. Nuk mendoj se duhet të jetë konkret. Diçka pozitive, si dikur shkollat e mesme kemi qenë vetë në Akademitë të Arteve, kemi shkuar si regjisor. Po them që bëhet Eskili, bëhet Shakespeare, bëhet historia e teatrit dhe jo vetëm thjesht në pikpamjen e mësimdhënies, po dhe të aplikimit, duke bërë shfaqje të vogla, sigurisht performime të vogla, çka për mendimin tim është një premis e mirë, që nesër pas nesër të shtohet dëshira ose qefi për të shkuar në një shfaqje teatri, sepse është lëndë shkollore, ashtu si kundër që dikur shkollat bënin shfaqje, beshin festivale shkollave dhe ai talenti, po dhe ai që kishte dëshirë, shkonte dhe luante një rol dhe tani është e domosdoshme që shkolla patjetër, sidomos shkollat e mesme të bëjnë festivale. Doja ta hapja pak diskutimin për tek folklore. Unë prandaj fillova aty tek shkolla, por them që edhe vetë teatri dhe pjesa e sektorit që merret me menaxhimin dhe e teatrit, padyshim që duhet bëj një punë shumë të madhe. Nuk them vetëm, kjo nuk duhet të kornizohet brenda vetëm mureve të teatrit kombëtar, por mënyra se si mund ta afrojmë këtë spektator, i cili është spektatori i nesër. Por megjithatë unë vëre shpesh herë në sallën e teatrit, shoh shumë të rinj. Por ka edhe pjesë shumë e madhe që jo vetëm në televizion shohin filmat, por pjesën më të madhe e kalojnë nëpër pube, pjesën më të madhe e kalojnë në kafene. Kafet e Tiranës i shikon plot, ndërkohë që në ato orar, për shembull që mund të jetë plot salla e teatrit. Pra, janë forma dhe mënyra të ndryshme për ta thithur këtë lloj spektatori, i cili është spektatori i nesmes. Ju natyrisht keni edhe një përvojë tjetër, që është përvoja e organizimit të aktiviteteve ndërkombëtare. Është më i joshëm publiku i kësaj moshe për këtë lloj kategoria aktivitetesh? Jo, unë kam një mendim të tillë që faktikisht problemet e teatrit janë probleme shumë komplekse. Nuk sa janë problemet të karakterit të divertimentit, të argëtimit, aq janë dhe problemet të edukimit. Sigurisht. Dhe teatri, siç thoshte i ndjeri kolegu ynë dhe i nderuarja Dyrati Kallulli, është institucioni më demokratik. Teatri në radhë parë duhet të afrojë publikun për të argëtuar atë. Kjo është më esenciale. Në qoftë se flasim për argëtimin, atëherë do të flasim dhe për cilësinë se çfarë serviret për publikun, që të ekzistojë teatri, do të ekzistojë dhe publiku. Pa ekzistencën e publikut nuk mund të ketë teatr. Pra, sa teatri vihet në shërbim të publikut, sa ai paraprin shijeve të publikut, sa ai paraprin ai me politikat e tija diversitetit të moshave. Teatri është për të gjithë. Pra, kategoritë e ndryshme të publikut do të gjenë vend në teatr. Sigurisht, mendoj që direksioni që jepet përmes edukimit në shkolla, ato, si dashur pa dashur, rrisin cilësinë e kultivimit dhe të njohjes së teatrit, por mbi të gjitha vetë misioni i teatrit, mendoj do të jetë ai parsori që do të afrojë argëtimin. Sikurse në film, si përmendi vajza që tha, vemi të shikojmë filmat e Hollywoodit. Shikojmë teknologjinë dhe teatri me teknikën, me lojën e aktorit, me teknikë, me performancën e vet, duhet të sjellë atraksionin. E vërteta është që paktën to vitet e fundit ka një rendje dhe ka një interes të jashtëzakonshëm për teatrin. Dhe unë do të thosha se kjo nuk vjen vetëm si rezultati nostalgjisë që kanë brezat e mëparshëm për teatrin, por mendoj se është pjesë vitale e vetë jetës. Është vetë publiku interesuar për ta ndjekur teatrin. Problemi është që sa bën shoqëria jonë me politikat e veta për të krijuar një gjenerim shumë dimensional të teatrit. Ka ardhur koha në radhë parë, mendoj që duhet të krijuar një klimë shëndosh për të pas sa më tepër mundësi për ta ndjekur teatrin. Tirana sot ka vetëm në dispozicion 2 apo 3 mundësi. Dhe çdo gjë konvergohet drejt vetëm teatrit kombëtar. Jo, unë mendoj që ka ardhur koha
që në Tiranë me 1 milion... Ka dhe iniciativa private. Absolutisht, po jo, ato dashur pa dashur, kthehen në pika distribuimi, apo jo, Josip? Kjo politika, jo thjesht një politik, po këto politika duhet të jenë mjaft sensibilizuese. Dhe unë mendoj që në qoftë se do kemi një klim të shëndosh teatri, të jeni të sigurt që dhe dramaturgjia do të evoluojë. Dramaturgjia jonë kombëtare. Dramaturgjia ka nevojë për shkollë, po është një pjesë... Sigurisht, po jo, po bet kompetitive ajo. Ajo vjen si nevojë e tregut. Sa më shumë të ketë, sa më shumë të ketë interes për të parë shkollat të ndryshme të teatrit, aq më tepër interes do ketë dhe do ketë fush për të lëvruar dramaturgjinë. Qoftë dramaturgjinë shqiptare, qoftë edhe dramaturgjinë botërore. Ndërsa në raport me pyetje qendrore, sigurisht teatri flet përmes gjuhës vet, sa më tepër cilësi të ketë, dashur pa dashur publiku do të është më atraktiv është. Pastaj për sa i përket dramaturgjisë shqiptare, mendoj që vërtet ne kemi një shkollë të vyer, një përvojë të mrekullueshme do thosha, por unë mendoj që edhe në këto vite, faktikisht unë do të përmend për shembull një vepër shumë interesante viteve 90 të Ferdinand Tyst. Një vepër me një trend shumë modern. Do thosha Trimendje në ankant. Apo qoftë edhe fakti që ne shkojmë në një festival të dramaturgjisë së re europiane, ku teatri kombëtar u prezantua denjësisht, duke referuar kritikës, mori çmimin e kritikës. Pra, unë mendoj që kemi nevojë që ato vlera që edhe ja arrim në kohë, ne duhet të evidentojmë, sepse ato dashur pa dashur bën motivuese për të ecur te. Sa motivojmë ne? Sa motivon ekrani në këtë drejtim? Ekrani... Sa motivon dot ekrani? Ekrani motivon. Motivon sepse kur nuk ndodhe në për kafene, që ndodhen pa dashur në shtëpi, se ne zakonisht në kafene nuk japin rubrikën e teatrit që transmetojnë ne si televizion. Shohin filma, shohin ato i shohin, po kur janë në kafene në për familje, po të jenë e të shohin Tiranën, shohin në kohën që jepet teatri dhe motivon. Aq sa. Kështu që, po, kryesoria është kjo që duhet ajo është një ndjesi, është edhe një edukat që e merr pa dashur secili, sidomos brezi i ri në familje. Një. E merr në ambientet ku studion, në shoqëri, dhe çfarë ndikimi ka, domethënë, në adresim, domethënë, të marrjes së kësaj kulture të teatrit në... Falë që të ndryj, për shembull, ka një thënie të mrekullueshme të Lorgës. Për të parë nivelin e një vendi, një kombi, shikon nivelin e teatrit. Pra, dashur pa dashur kthehen dhe në etalon të vlerësimit, të standardit të shoqërisë. Mirë, as diskutohet, po tani në këtë proces që ne e nisëm si pa dashur, e thamë si pa dashur që do ketë jetë gjatësi teatri, apo do ketë se s'bën, edhe do ketë jetë teatri, dhe do të ndiqet teatri, vërtet mund të ketë, ka momente vakumi, ka momente që vërtet në duhet ndjerë dora e penës të autorëve shqiptarë, sepse kryesisht autorët shqiptarë pa diskutim do të lëvrojnë problemet edhe fenomenet e jetës së vendit tonë. Dhe aty do të, sidomos, duhet ketë edhe vepra për duhet ngacmuar në qike vepra për rinin. Por Kristaqi thot që janë të pakta veprat shqiptare dhe realisht janë të pakta. Dhe pastaj cilësia. Sepse një vepër e arir, një vepër e jona, me problemet sociale tonat, e arirë cilësisht, pa diskutim që të tërheqë i publikun. Dhe është cilësia e që e tërheqë publikun. Sepse vërtet aty do ngacmohet, se kur janë vepra mediokre, vepra të dopta, do vej publiku të shofi dhe do t'iki, bile shikën nga mesi shfaqës ku nuk i pëlqenë... Dhe nuk shkon më aserën tjetër. Pas diskutohet. Jo, po ajo... Ikën teatrit. Është opinion, edhe shpërndahet, edhe fillon... Kështu që veprat cilësore, do më thënë, duhet qëndruar, duhet kërkuar cilësia. Duhet kërkuar cilësia gjithmonë në veprat e teatrit, sepse ajo do t'jetë një nga mënyrat e vetme që do të thithi sa më tepër publik. Cilësi, po, natyrisht dhe më shumë institucione që ta rezatojnë këtë cilësi, sepse zotrin të thanë, dhe teatri kombëtar është i përfaqësuar këtu, njëherë për njëherë
dera në mos e vetme, një prej dyerve të pakta, mbetet dera e Teatrit Kombëtar, për mbi 60 vjet. Ndjekim materialin. Teatri Kombëtar, teatri i parë profesionist shqiptar, u inaugurua më 17 maj 1945 në godinën ku vazhdon aktivitetin edhe sot, në qendër të kryeqytetit shqiptar. Në historinë e vet 67 vjeçare, ai dëshmon një repertor prej 500 premierash nga dramaturgjia kombëtare dhe ndërkombëtare, duke nisur që nga korifejtë e antikitetit për të vijuar me autorë si Shakespeare, Molière, Chekhov, Brecht, Ibsen e deri te më bashkohorët si Miller, De Filippo, Dortz e të tjerë. Komedia Topasi nga Marcel Pagnol me regjine Sokrat Mios u quhet si shfaqja themeluese e teatrit kombëtar. Përpost repertorit me ndikim politik, spikasin premierat nga dramaturgjia botrore, Revizori e Gogolit, Otello e Shakespeare-it, shërbëtori i dy zotrinjve i Goldonit. Në vitet 1956-1965, kur në radhët e tij u shtuan profesionist nga dramaturgjia botrore, luhet intrig dhe dashuri e Schillerit, Hamlet i Shakespeare-it, Borgjezi Fisnik i Molierit, Xhaxha Vanja i Çehovit, Mbreti Lir i Shakespeare-it. Vitet 65-72 dallohen nga trajtimi i dramaturgjisë kombëtare si element kryesor në repertor dhe kufizimi gradual i veprave të shquara nga dramaturgjia botrore. Vitet 1972-1985 dallohen për politizim të tejskajshëm, ndëshkim dhe largim nga skena të krijuesve me orientim modern dhe paksimin e premierave. Vitet 85-92 janë vitet e fund diktaturës, kur vihet re, pranim më e gjerë e repertorit të huaj, guxim për trajtimin e temave tabu, eksperimentet e para stilistike dhe shija e paprovuar e autorëve të ndaluar. Veçohen Vdekja e një komisioneri e Millerit, Romeo dhe Julieta e Shakespeare-it, Zbutja e kryeneçes e Shakespeare-it, Frikë dhe mjerim në Rajhun e Tretë e Brechtit, Dhelprat e Rusht e Figueredos, Ricardi III i Shakespeare-it e të tjerë. Vitet 1992-2010 shënojnë vitet e ndryshimeve strukturore rrënjësore në teatrin kombëtar, ku veçohen si dukuri, aplikimi metodave alternative teatrore, sotrimi thuajse absolut i repertorit nga pjesët e huaja, kryesisht komedi dhe tragjikomedi, paksimi i ndjeshëm i autorëve shqiptar, hapja e hapësirës për ngritjen e kompanive private. Veçohen dy zotrin nga Verona e Shakespeare-it, Fernando Crafti më ka shkruar një letër e Dorstit, Don Juani e Molierit, Njeriu, Virtyti dhe Kafsha, dhe 6 personazhe kërkojnë autor të Pirandellos, Armiku i popullit i Ibsenit, Filomena Marturano e De Filippos, Gratë Trojane e Euripidit, Elektra e Sofokliut, Mbreti Povdes e Ioneskos, Portreti i Dorian Gray i Wilde, Pamje nga ura dhe Shtrigat e Salemit të Millerit, Pushkafrik nga Virginia Woolf i Albes e të tjerë nga Krimtaria botrore dhe Stinë e mërzitshme në Olimp nga Kadarea, Komonet nga Luarasi, Babai nga Pulaha, Këmbanat e Muskut nga Laço, Korbi i Bardh nga Luarasi, Allegretto Albania nga Çapaliku, Darka e gabuar e Kadares, një tablo absurde e Hysit e të tjerë nga autorët Ventas. Teatri kombëtar ka në funksion 2 salla shfaqjesh me kapacitet përkatësisht 220 vende dhe 550 vende. Në një vit kalendarik, ai vën në skenë 6 deri në 7 premiera dhe 5 bashkëpunime me rreth 6 shfaqje në javë në të 2 sallat. Në një sezon artistik, në të 2 sallat jepen rreth 250 shfaqje. Prej vitit 2008, Teatri Kombëtar është antar me të drejta të plota të ETC-s, Konventa Europiane e Teatrit. Duke filluar nga viti 2000, për herë të parë pas 2400 vitesh, në Teatrin e Botrintit zhvillohet Festivali Ndërkombëtar i Teatrit Botrinti 2000. Në edicionet e këtij festivali marrin pjesë shumë trupa teatrore profesioniste nga mbar bota. Edicioni Festivalit Ndërkombëtar Skampa ka filluar në vitin 1999 si edicioni formave të reja. Kjo shënoi edhe hapjen e kompeticioneve ndërkombëtare të teatrit në Shqipëri. Ky aktivitet përfshin në strukturën e vet shfaqjet e ekspresionit skenik dhe teatror nëpërmjet shkëmbimit të eksperiencave në nivel kombëtar dhe europian. Në vitin 2008 në Tiranë u hap edhe Teatri Metropolit, i cilësuar si një skenë hapur për të gjithë talentet e reja, regjisor, aktor, skenografë të tjerë, i cili disponon 2 salla teatri me kapacitet të përbashkët 220 vende. Pas shkrirjes së Teatrit të Estradës në prill të vitit të kaluar, familjes së teatrove kombëtare ju shtua edhe Teatri Kombëtar i Komedisë, i cili momentalisht funksionon në sallën e vogël të Teatrit Kombëtar. Aktivitetit teatror në vend dhe kohë i janë shtuar edhe iniciativat private.
iniciativave të suksesshme në formë festivalesh teatrore ndërkombëtare, i shtuar aktualisht iniciativa e regjisorit Gëzim Kame, i cili për herë të parë ka hapur një amfiteatër privat në periferi të Tiranës, në skenën verore të cilit janë gjitur një sër veprash prestigjioze. Në ndërtimin e regjisorit Kiço Londo është themeluar edhe Teatri Shëtitës, me pjesëmarrjen e një grupi aktorësh të rinj të teatrit. Teatri Shëtitës është krijuar me synimin për të zgjeruar hapësira teatrore shqiptare. Durim pak këtyre prurjeve të këtyre viteve të fundit, edhe iniciativave private, po dhe atyre jo private, pra vazhdimësisë në një farë mënyrë basksesës. Kemi dy lloj stereotipesh, kemi një stereotip kopimi, kemi edhe një stereotip krijimi. Mbase janë të klasifikueshme dhe në kohë, profesor, po nuk është se nuk bashkëjetojnë ende. Unë them se apo e kemi tejkaluar. Sa ka ekzistuar arti gjithnjë brenda vetes ka dhe mos ta quajmë kopim, direkt, po ta quajmë një nxitje, një grahje, një marrje motivi. Shakespeare, për shembull, është krejtësisht njohur që ka marrë shumë subjekte nga Plutarku ose nga kronikat veneciane, ashtu si kundër dhe nga subjekte të ndryshme, dhe kështu kanë qarkulluar, që ta mbyll, po. Dhe unë ka pa autorët, po dhe regjisorët, sidomos sot, në kushtet e sotme, kur ti je përballë mundësive të shumta, nuk është puna se jenë diku në Gitis, në Moskë, si që ishte piromani, kujtim Spaj Vogli, pa në ato shfaqjet aty, erdhën dhe këtu në teatr, i përpunuan ato imazhe të themi në një farë sensi, kupton se sigurisht janë ndikuar nga ato shfaqjet bukura teatrore, dhe arrivun pjesë, themi nga repertori botror, apo jo, ashtu si kundër dhe babai juaj i nderuar, Esa Doktorova, një regjisor shumë i njohur dhe i çmuar i teatrit kombëtar. Ndërsa sot, kanalet e komunikimit janë të shumta. Edhe ne që jemi më të vjetër në moshë, rrim aty dhe shikojmë her pas here. Kështu që një regjisor i sotëm, i cili ka pas shansin që mos rrinte gjithë kohës në Shqipëri e në Tiranë, po të brithë edhe disa vendeve në Europë, po ka dhe shansin e DVD-ve të shumta, e video kasetave të shumta, fonotekave të shumta, ai vetiu do ndikohet, se për mendimin tim është gati thuaj se pamundur mos ndikohet. Problemi që shtrohet këtu është, problemi që shtrohet është këtu, sa ky ndikim më shkatrus për të, ose është gëlltitës i imazhit të tij, i mendimit të tij, e asaj çka ai do të artikulojë, ajo që quhet mesazh për t'ia hedhur publikut të tij, që është këtu në Tiranë ose në Vlorë ose në Korçë. Gjithë ky është problemi. Unë për veten time, edhe nga bisedat që bëjmë nëpër kafe, edhe shpesh artistët e kanë këtë shitjen reciproke ndaj njëri tjetrit. Nuk kam mbetur shfaqje, domethënë e kam marrë nga filan gjë, e kam marrë nga fistëk gjë, e kam marrë nga kjo gjë. Po në vështrim të fundit është plagjatur. Tani prandaj desha, do kishim mundësinë e qarkullimit të informacionit, do ishte e dënueshme. Prandaj desha që ta saksoja pak a shumë, domethënë është plagjatur apo është ndikim. Në qoftë se ajo është plagjatur dhe ti e merr mizanskenën siç është, edhe disa gjetje regjizoriale siç janë, dhe që për fat mirë sot janë të dukshme, të lexueshme, atëherë më vjen keq, po je me pateric, vjen teatr me pateric, do shpejt avon ajo pateric do të bjerë, duhet ecësh vetë me këmbët e tua. Ndërsa nëse ti ndikohesh nga një regji e fuqishme, po marr Peter Schafferin për shembull, ose marr Peter Brookun, ose këta regjizor të mëdhenj, të cilët kanë shfaqje teatrore, janë të njohura, nëse ndikohesh dhe ti ndërton një vizionin tënd. Kjo është brenda, sepse në fundit s'duhet pretendojmë dhe kaq shumë se një Shqipëri e vogël jemi ne, regjisorët dimensioni nuk e kanë si këta regjisorët e mëdhenj të botës, apo jo. Me të qenë modest dhe këtu duhet shikojmë. Unë për mendimin tim nuk shoh ndonjë gjë fare të keqe. Problemi është mos të bëhesh sklav ose grabitës i një imazhi që ti e ke parë diku dhe e vurën i shfaqjes. Edhe sot njerëzit që njohin teatrin nuk janë më naiv, po e din këtë lojë. Por në radhë parë për talentin tënd nuk është e mirë. Por që ta mbyll këtu, më fal se u zgjata, për mendimin tim, regjizura në teatrin ton më shumë mund të duket dhe të jetë origjinale, e identifikueshme, vetjake në dramën shqipe. Unë kam mendimin dhe kam thënë dhe disa herë që regjisorët tani tremben dramën shqipe. Nuk është problemi i cilësisë dobës drama. Ajo ka cilësi të dobët, por mos harrojmë që drama bëhet në skenë. Dhe drama e vërtet, e mirë, që të inskenohet, pra të bëhet performim teatror, do një bashkëpunim
që në ngjizjen e ides parë me dramaturgun, pastaj në një diskutim në për kafe gjithë ditën duke biseduar me aktorët, me skenografin, me miq të teatrit, me njerëz që njohin teatrin dhe gradualisht vizioni i dramës piqet dhe merr formë skenike. Kjo punë nuk bëhet. Sot është shumë e shpejtë kjo punë, nuk bëhet thuajse fare për mendimin të. Aq sa njohun, mund ta kem gabim, miq kemi këtu mund ta kundërshtojnë, por që në mendjen time unë them që regjizori përballë dramës shqipe o do ta shpëtojë atë ose do të dështojë. Një nga dyja. Ne do ta shkëputim diskutimin fare shkurt për një hapësirë publicitare për t'u rikthyer sërish në studio. Sa respektohen këto fazat e punës për cilat foli dhe profesori se është me shumë interes? Jo të flasim për plagjatura dhe ndikimi. Për mua plagjatura dhe ndikimi janë dy gjëra krejt ndryshme. Absolutisht. Në qoftë se një regjisor bën një plagjatur në skenë, atëherë nuk është regjisor, absolutisht. Ndërsa ndikimi është tjetër gjë. Ku ka të bëjë ndikimi? Ndikimi tek një regjisor ka të bëjë me hapësirat e mëdha që ai ka për të zgjeruar, për të marrë informacion, për të zgjeruar idetë e tij dhe kulturën e tij, pastaj për ta transmetuar në skenë. Sot janë të pafundme, po thuaj se të gjitha kanalet e informimit, qoftë nga televizioni, qoftë nga mënyra se si shifet një shfaqje, po dhe edhe sa shfaqje, jo vetëm në Shqipëri, po themi, po edhe në skenat botërore, skenat europiane, themi. Dhe padyshim që një regjisor që shef disa shfaqje, padyshim që ndikimi një shfaqje të mirë, si ishte edhe Josifi, padyshim që do të zërë vend, po simbas psikologjisë, simbas vlerave që jep ky si regjisor. Këtu është ndryshimi nga plagjatura. Dhe unë do të them një fakt. Ndryshimi është i qartë, çështja shtrohet, kemi ne ose kemi pasur ne shfaqje plagjature, se kemi pasur në fakt, mos ta zbukurojmë realitetin. Tani të themi kemi pasur dhe raste kur është marrë kaseta dhe është imituar tash. Kemi pasur. Absolutisht. Kemi pasur. Të mos e zbukurojmë. Çështja është që ndërkohë jemi shkëputur edhe për shkak të informacionit më të madh që kemi, dhe për shkak të mundësive që kemi për të lëvizur, dhe për shkak të kontakteve më të mëdha që kemi. Dhe të shpresojmë që e kemi të i kaluar kontaktet tjenë, po dhe ne të bëhemi të konkurueshëm me tjerët, jo t'i kopjojmë. Ti si krijues, sa më shumë kontakte të kesh me hapësirën teatrore, themi kombëtare dhe jashtësaj, aq më shumë ti krijon një, të themi, një backgroundin tënd për t'ja transmetuar aktorëve dhe pastaj gjithë veprës që ti vën në skenë. Por unë do të bëj një krahasim. Ne para ndofta 4 vjetësh vum gra trojanet e Euripidit. Dhe mua më rastisi mbas disa muajsh ta shifja këtë vepër, trojanet, ta shifja në Gjermani. Ishte një trajtim tjetër, absolutisht tjetër gjë që s'kishte të bënte fare me këtë. Ose me veprat e tjera ose trojane që unë kam parë dhe në Greqi. Kështu që padyshim që një krijues, regjizori, është i domosdoshëm të ketë hapësira sa më të mëdha për të zgjeruar kulturën e tij skenike. Ndërsa përsa i takon asaj që tha në fund Josifi, bashkëpunimi dramaturg, regjizor, absolutisht është i domosdoshëm. Ndofta që në fillim që kur fillon edhe të ngjizet idea se ti çfarë vepre do shkruash. Dhe po të vëmre, të gjitha veprat, qoftë ato kombëtare, qoftë dramë, qoftë komedi, të gjitha kanë pasur sukses dhe kanë qenë suksesshme pikërisht fal këtij bashkëpunimi shumë të ngushtë që ka qenë ndërmjet regjisorit dhe dramaturgut. Sa kemi aftësi në treg për të shkruar dialog? Se në fakt, këtu çalojmë. Këtu çalojnë edhe skenarët tanë për filma, artistik, këtu çalon edhe dramaturgjia. Ne s'kemi dialog. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme që të ndërhyj, ne nuk kemi mjeshtra të dialogut. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme që të ndërhyj regjizori dhe thotë, një sekond, se këtu kemi dublim të veprimit skenik me veprimin dramaturgjik e tjera. E kemi në treg? Mund të themi që 1, 2, 3, 4 pena janë mjeshtra të dialogut? Qofse se kemi, atëherë s'kemi shkollën.
Dhe si du ta korrigjojmë? Do shta mos do të flasë. Jo, vazhdo. Adonis, juve për shembull, ju jeni regjizor, ju përballeni me problemin. Këtu faktikisht për regjin diskutuan të tjerët. Jo, s'ka asnjë problem, ne diskutojmë gjithë. Problemi është ky që unë kur gjykoj një vepër, kur e lexoj, sigurisht që dialogu është pjesë esenciale, do thosha, ose është pjesë e gjuhës së një vepre dramaturgjike. Por mendoj nga eksperjenca që kam pasur dhe në dramaturgjinë shqiptare, për atë që unë kam vënë në skenë, unë e kam gjetur të përshtatshëm atë dialog, do më thënë, nuk e kam pas shqetësim dialogun si realitet skenik, do më thënë, për atë vepër që unë kam marrë përsipër. Por që është e vërteta, do më thënë, problemi që ju shtroni është një problem që ndeshet shpesh edhe në dramaturgjinë tonë shqiptare, problemi i dialogut të tepërt, mos gaboj, dhe përgjithsisht dhe në skenaret e ndryshme filmik. Por që janë dy gjuhë krejt të ndryshme, të thoshe. Është tjetër gjë dramaturgjia. Jo, unë bëj një paralelizëm për problemin. Gjë tjetër dramaturgjia, nuk e se jam shumë kompetent i saj, kupton? Është gjë tjetër dramaturgjia dhe është gjë tjetër, mendoj, skenari. Por mendoj që një dialog ose fjala në një vepër dramatike duhet jetë shumë shprehse. Do më thënë, duhet të mbartin vetë-vetën e vetë shumë univers. Duhet të mbartin vetë-vete shumë planet të dyta, i themi ne. Ajo vjen si rezultat i një veprimi shumë intensiv të brendshëm. Pra, ajo vjen në qasje, kur ajo vjen, kur ajo është e mbështetur. Ky është dhe bashkëpunimi në fundit midis regjizorit dhe autorit kur ulen, të bashkëpunojnë. Absolutisht. Që të ruajnë... Po, ndërsa mendoj... Të kursejnë fjallën në dobit veprimit absolutisht të veprimit skenik. Po. Aty është mjeshtria. Aty është mjeshtria për gjithë, sepse dramaturgjia është nga se na rëshket veprimi. Sepse fjallën e ka shumë të koncentruar. E ka shumë vepruse. Në qoftë se një batut, si që themi ne, shprej një veprim dhe mund të shprej edhe një situatë të tërë, në një novel, në një tregim, në roman, ajo mund të jetë me 3-4 faqe. Prandaj duhet të jetë shumë e zgjedhur dhe shumë konqize. Po se flet me mjetë të tjera, flet me trup, flet me... Prandaj është edhe teatri, shiko, unë po sjell një shembull vetëm për dituri kështu. Pata rastin se nuk e dija, Tennessee Williams, që e ka vënë dhe Adonisi menaxheria. Ilena ngele jashtë diskutimit. Ose koleksioni i kafshëve prej Qelqi, ka 67 drama, prej cilave 6-7 janë që janë me të vërtet skenike dhe janë vënë në Broadway dhe në Off-Broadway, deri me Elias Kazarin. Ndërsa një pjesë e madhe dramave ti, pa qka se është një nga mjeshtrit më të mëdhenj, dhe konsiderohet si dramaturgu më i madh, shpesh e çmojnë. Ka shumë ujë me fjalë, ka shumë poezi, ka shumë fjalë të tepërt. Drama nuk mund ta durojë dot fjalën e tepërt. Nuk ke ti durim të rish të dëgjosh retorik, llafologji, ta themi në thonjza, dhe sepse nuk ka kohë, ka veprim drama, ka plasticitet, ka elemente të tjera që janë teatrore. Natyrisht janë shkruar në një kohë tjetër. Në këtë sens, kur diskutojmë, unë mendoj se problemi shtohet kështu që në dramë, nëse nuk ka dialog, ajo kot që e merr, ajo s'ia vlen. Po ne mund të diskutojmë për romanet të cilat bën drama. Dhe letërsia shqipe ka plot novela dhe romane dhe autorë të shquar të cilët bën drama. Ervin Piskatori, ju keni mbrojtur vetë doktoraturën me Zharinë, me teatro të tjerë. Këta kanë qenë mjeshtër që i drejtoheshin letërsisë. Ervin Piskatori i drejtuar letërsisë dhe ka bërë drama. Edhe Zhari? Për shembull, është një nga gjërat, po, edhe Zhari dhe tjerë, mos të futemi shumë, po me që e ka pasi problem, dialog. Dialogu është problemi kur unë bëj dram, një roman, ose një novel, ose një poem. Atëre lind problemi madh, ndërsa në dram, në qoftë se ai s'ka dialog, ai është dramë e dobët dhe braktisë. Sigurisht edhe këtu ka probleme që kur ka tepri, po është para se të dalë në skenë. Doli në skenë ajo dramë mori fund. Domethënë kjo është ideja ime, domethënë që tepria e fjalës ose vërshimi, trysnia i filologjisë, i logosit, është e dëmshme në teatr. Në qoftë se dikur në antikitetin grek ishin 3 komponente, vallja,
kori edhe logo si fjala, edhe pasaj erdhën duke u përpunuar, në shekullin 19 është e njohur që logo si fjala mbyti dramën, ndërsa shekullin 20 është shkarkimi nga fjala. Dhe teatri përpiqet, sidomos pas viteve 60 me atë që quhet eksperimenti artodian nga Artuti, po i futur shumë nga Peter Brooku dhe nga Julian Beck e tjerë, ishte për ta bërë fjalën sa më pak pranishme në teatr. Edhe Grotowski madh, kemi thënë, sa më pak fjalë. Pra ka elemente të tjerë, dhe fjala është ai dialogu esencial që jep mesazhin i dhe atë që nuk mund të shprehet dot nga gjërat të tjera. Po pra, duhet të jetë më vepruese. Sigurisht. Dhe pastaj të ketë informacionin brenda. Po duhet të jetë vepruese në radhë parë. Qofse ajo nuk është vepruese, jo inflacion, se ka shpesh drama me inflacion. Po pikërisht në këtë kontekst thash. Absolutisht po. Se ti mund ta shkruash shumë bukur, prandaj përmend atë Tennessee Williams. Ato janë të shkruar shumë bukur, po puna është se kur vjen në skenë ato duken tepërta. Janë brama për tu lexuar. Është për ta lexuar, ta lexuar unë si i vetëm, jo si publik. Publiku jo, nuk ka i nevojë për përpunim. Cila është një karakteristikë e një shfaqjeje, qoftë e pjesës mbi cilën mbështeten, qoftë e vënies që e bën të tmerrshme në përkthimin e saj në mjetet televizive. Me fjalë tjera në regjistrim apo në xhirim. Puna me vështirë për pasqyrimin e veprave dramaturgjike në ekran është përshtatja që i bëhet këtyre veprave për gjuhën filmike të ekranit. Sepse për dialogun dhe për, si profesion se lam mangut atë se do përgjigjem dhe vazhdoj, për dialogun është më mirë një bashkëpunim autor-regjizor, si në profesionin tonë që bëjmë dhe filma, që qoftë në dramaturgji, se nuk ekziston si profesion dialogisti. Vetëm në Hollywood. Jo, ekziston. Në Hollywood. Jo, se ekziston. Hollywoodi po, ka njerëz që merren me dialog. Sepse e merr veprën një autor, bashkëpunon me regjizorin dhe s'merret me dialogun. Dialogu është ai plani i dytë. Dialogu është ai nën teksti, është ajo fjala koncize, është ajo, janë shumë probleme që shtjellojnë atë dialogun. Dhe këtë e bën një profesionist. Dhe kështu që tek ne është më mirë të bashkëpunojnë dy krijues kryesor, autor, regjizor, se sa palje. Kur s'kemi pulën? Kurse për sa i përket realizimit për në ekranin ton të një vepre dramaturgjike është një vështirësi shumë e madhe, sepse ne në radhë të parë tani u bën një 70 sa drama që kam realizuar në arkivin e televizionit shqiptar, është një eksperiencë e madhe, jo, e them sinqerisht, dhe vetëm tani mund të arrit të flasë edhe në disa konkluzione të qarta, që është shumë vështirë që gjithë atë emocion të vjelur nga regjia me aktorët të derdhur në skenë, ta marrish dhe ta sjellish, domethënë në ekranin e televizionit, është një përshtatje jashtëzakonisht e vështirë. Që në radhë të parë, gjithmonë puna e kryesore që bëjmë neve me regjizorët dhe me aktorët në skenë, ne si televizion të shti, ne duam që shfaqja të vi në nivelin që të mos i humbasi vlera shfaqjes kur është pjekur, që thamë. Vlerat maksimale, dhe më thënë që ka arritur ajo për momentin që ajo mund të vazhdoj të shfaqet dhe të marri vlerat tjera, të rritit nga në cilësore, por ama ato vlera që janë vjelë në skenë, ne mos t'i humbasi. Po kjo është më mirë, themun, të nisish, të realizosh një vepër të re, se sa të punosh mbi emocionet e dikuj tjetër. Dhe është jashtëzakonisht e tmerrshme, duket çka, po është vërtet, duhet të vesh tek, se po flasim, hajde se dialogu, se heqet e dy fjalë këtu vërtet duken tepër në ekran sepse flet vetëm një mbyllje sysh. Kurse është ndjenja. Ose erdhi nga ana emocionale vepra në momente të caktuara, aty ku duhet për ta marrë neve, është domethënë që ne mos i humbasim vlerat shfaqjes, kjo është kryesorja, dhe të mundohemi të evidentojmë përshtatja jonë dhe mençuria, domethënë është ta sjellim çik më ndryshe nga që mund ta shohë njeriu në sallë thjesht. Mbase duhet sqaruar këtu për ata që na ndjekin, se me siguri publiku nuk e di,
që kur regjistrohen shfaqje teatrore, nuk është se ekipi i televizionit shkon dhe e xhiron aty në moment. Jo. Base duhet sqaruar një çikjo se pse si arrihet që këto detaje t'i vinë publikut më afër. Po ky është një zbërthim. Me një zbërthim krejtësisht. Një zbërthim profesional. Që ndoshta këtë zbërthim profesional nuk e bën dot as i regjisor skeni. Që ta sjelli emocionin e veprës së vet të skenës në ekran. Nuk e bën dot. Domethënë kam pas shumë debate që kam xhiruar në vite, vajzën 30 vjet që xhiroj me piromanin tek nata e 12. Bile që jemi acaruar keq në autobus dhe thash, dil për jashtë. Dhe vërtet, dolim tha, më falë, kishe drejt. Më pengon dhe jashtëzakonisht. Pse? Se është një problem. Ishte prioritetet e ti? Jo, është një problem që ndryshe nuk është puna se unë po i hyja, se unë përveç punëve që bëj me regjisorët në skenë, i pyes dhe ju lutem e them, nuk dua t'jem mangut tek ju, më thoni çfarë do të, megjithëse shoh shfaqjen, megjithëse ndaj kamerës dhe gjitha, çfarë doni të keni merak për të nënvizuar, që mos më shpëtoj pa ja u dhënë në ekran. Domethënë momentin mesazhin kryesor që do të vijë domethënë nga luajtja e një fragmenti, ashtu punojmë ne, fragmente. Dhe kështu që mi pa i nuk arrin të konceptojmë pse është zbërthyer dhe përshtatur në këtë mënyrë në çdo regjisor. E ka shumë vështirë. Unë për shembull për veten time, mendimim personal, unë gjej rastin t'ju falenderoj për gjithë ato pasuri memore që keni sjell përmes transmetimeve të regjistrimeve që kemi bërë për teatrin shqiptar. Por unë personalisht nuk jam për regjistrimin e teatrit. Unë. Perceptimi që kam unë. Tematizuam që në fillim. Jo, mendohet që vërtet se thonë që ti je klasik i tillë që thua vepra e teatrit e ka jetën në teatr dhe mori fund, nuk ka nevojë për të kaluar me fillimin e bisedës. Me pyetjen që shtuam në fillim. Ska absolutisht asgjë. Kurse ka vlera të tjera dhe unë jam edhe me atë mendim tjetrin që jo çdo shfaqje që jepet në teatr mund të xhirohet. Nuk fiton vlera në ekran. Edhe neve kemi, domethënë, s'kemi qenë dakord për të xhiruar shumë shfaqje. Nga njerë dhe kemi bërë, sepse ashtu duheshin janë punë kontrata, por ama në përgjithësi, shumë shfaqje kanë jetën vërtet në teatr dhe nuk marrin as vlerë në ekran. Edhe këto ne si kemi realizuar. Mbase duhet ndar pak dhe me administratorët ose me regjisorët, me krijuesit, me ç'qëllim bëhet regjistrimi? Bëhet me qëllim arkivimi? Apo bëhet me qëllim distribuimi të mëtejshëm? Këto janë dy destinacione krejtësisht ndryshme që përcaktojnë dhe standardet e ndryshme. Ka qenë shqetësim ke unë, për shembull, personalisht. Unë, kur vetë të xhiroj një shfaqje teatrale, kam një impenjim jashtëzakonisht të madh. Dhe nuk dua thjesht që të marr një shfaqje ta fus në arkiv. Se tha që janë mbi 70 shfaqje në arkiv, po janë shfaqjet më të arira të teatrit, dhe ka pas një këmbgulje dhe një kërkesë dhe për kushtimi për ta realizuar sa më mirë, për ta sjellë sa më mirë në ekran, ka qenë jashtëzakonisht i madh. Ne kështu kujdesemi për çdo shfaqje që e marrim. Se s'dua që të përjashtoj dhe të them që po ama nuk do të thotë që s'ka shfaqje që mos më ngacmoj dhe unë ta sjell pak më ndryshe. Se dhe jo, nga s'ma më tepër nga anë emocionale dhe vërtet e si më ndryshe. Është momenti ne nuk në takon, duke i respektuar gjitha ligjet e konkurencës, nuk në takon që të bëjmë dalime, po mbase si problem duhet ta prekim. Me shtimin e prezencës mediave private, natyrisht që nuk regjistron më vetëm televizioni publik, por regjistrojnë dhe aktorët të tjerë mediatik në treg. Me standardet të ndryshme nuk i hymë kësaj. Sa, do kisha nevoj për një përgjigje të shkurtër, sepse dhe minutat janë të kufizuara. Sa ndikon faktori ekonomik, financiar, joshja financiare, në momentin që bëhet zgjedhja, se kush regjistron çfarë? Natyrisht që ndikon joshja financiare, por në qoftë se do flasim për teatri kombëtar, si institucion kombëtar, në bazë të ligjit të medias, teatri kombëtar është i detyruar që të gjitha filmimet të dramave, komedive, të gjitha aktivitetit ti, ta ketë me TVSH-n. Nuk është, doja diskutimin në parim, pavarësisht... Por, pa dyshim që aktorët, regjisorët, gjithë komponentët që janë pjesëmarrës në një vepër, natyrisht që joshën mbas një oferte që i bëhet financiare. Sado që tjetë ajo. Kështu që
Ka ndikim. Sa kjo joshja financiare përkthehet dhe në kërkesa për standarde? Unë jam për vete time jam i des me Adonisin. Ndoshta ka ardhur koha që vetëm të arkivohen, të regjistrohen, si me thënë, po jo të bëhet shërbim plus suplement, pra t'i futësh elemente artistike televizive, të figurës, të mizanskenës, të vjeljes e emocionit, e tjera, sepse teatri thamë që në kryeherë është arti gjallë, dhe është një art që konsumohet aty për aty, themi. Lind dhe vdes në momentin sa hapet dhe mbyllet perdhja. Të nesërmen është një tjetër shfaqje, është një tjetër emocion. Kështu që ndoshta prandaj unë ka dhe shtete, dhe Rusia dhe Franca japin shfaqje teatrore në televizion, po ka të tjerë që nuk japin shumë. Dhe më thënë se e shikojnë teatrin pikërisht me atë që thamë në fillim që është arti gjallë dhe ti mos i dilë për para dhe mos e konkuro nesër një regjisor që do marë një subjekt të një dramë shqipe ose qoftë dhe një dramë të huaj dhe ta konsumosh ti, sa i po e pa aty disa herë, iku ajo, së të vjen më. Ka një paradoks. Josifi. Tani ka një problem që bota ZTF-ja që dija unë, se në 92-shin neve kemi vajtur në festivalin Europian të teatri televiziv. Qomë Dorantinë. Aty mora veshun që ZTF-ja kishe departament drame, i dashur. Kishe 2 dramaturg, 3 regjizor, që merë një shfaqje dhe nga teatrot profesioniste të gjithë Gjermanisë, dhe shkruani dhe drama vetë, dhe gjironi dhe realizoni dhe në atelier. Ishte drama, ishte drama. Bërja e një drame ose një shfaqje televizive është tjetër gjë. Nërsa në rasti konkrete një shfaqje të një teatri, kjo është problem tregu për mendimin tim. Kjo është çështje tregu. Në Shqipëri, bileta një teatri është shumë e vogël se bileta për të vajtur në kinema. E kundërta ndodh në gjithë vendet e botës, kur bileta e teatrit është shumë e shtrenjtë. Megjithatë është e domosdoshme, unë them është e domosdoshme, sepse është edhe një memorie e teatrit. Arkivimi. Përsa i përket tregut që diskutojmë. Më fal, ne gjithë kemi dëgjuar, këta të rinë duke njohin fare, për Arturo Uin, një shfaqje madhështore teatri kombëtar, me karakteret jashtëzakonshme, pa përsëritshme. Por këta vetë mund të flasin nëse nuk do të ishte ajo si vepër në arkivin e TV-s. Dhe mbi të gjitha të luajtur nga Kadri Roçi, që s'është e gjiruar me ta. Ajo është ai mëkat tjetër pastaj që nuk është gjiruar me Kadri Roçi. Është e arsyeshme edhe kjo që thotë Kristali, se në fundit ne jemi një vend i vogël, kemi nevojë të promovojmë kulturën shqiptare kombëtare dhe sepse do vi prapë edhe tek ndikimi që duhet të ketë këta të rinj, për shembull tek teatri. Aty do dilja, se në fakt unë do ta suprimoj një insert se nuk kemi më kohë. E shef një herë në televizion, që nga bukur teatri, thotë, dhe do shkoj ta shoh. Kjo ishte pyetja ime e fundit në fakt. E ndihmon televizioni këtë propagandimin e teatrit apo e pengon? Ndihmon shumë, sigurisht që ndihmon. Nuk e bën publikun dembel? Domethënë media private konform pyetjes tuaj të pashme, ndihmon në 2 aspekte. Në radhë parë iniciativën e lirë, sepse në fundit media vën dispozicion dhe mjete financiare për të realizuar një produksion. Është një mundësi që ata të shprehin vetveten. E para, e dyta, aftësia tjetër, komunikimi mediatik, aftësia promovuese që ka media. Pra këtoj, në realitetin shqiptar, mendoj që të dyja këto shprehin interesat të përbashkëta për një iniciativë private për të sjellë një produksion teatror. E ndihmon e pengon? Unë mendoj, jo, nuk e pengon, them unë, e ndihmon teatrin, edhe publiku fundja let konsumoj dhe disa shfaqje, por sepse spektatori i teatrit, ndryshe atyret, është i veçantë, ai që veten teatr do të vej dhe po ta ketë parë në televizion. Unë po bëj vetëm një qasje të shkurtër. Jo, për ata që nuk vend. Po bëj një qasje të shkurtër. Në teatrin e operës dhe të baletit, në fillim të viteve 90, pati një rënje, si që pati gjithë Shqipëria, gjithë teatr, sepse në fundit arti është një luks. Teatri është një luks, dhe duhet kesh një paqe shpirtërore, një paqe parash, dhe paqe të tjera, mos i themi, që të vesh teatr. Nuk mund të vesh kot tani, sa është qoftë në teatr. Mirë po, ky spektator i munguar në fund, në fillim të viteve 90, po ta shikoni me kujdes, ka krijuar spektatorin e vetë teatri, operas dhe baletit.
teatri opera. Shkojnë një pjesë spektatorës të cilët mbushin 5, edhe në teatrin kombëtar. Unë kam vëre, me që jam ndjekës, është krijuar pak a shumë një farë spektatori i vetë. Edhe në fund të fundit, ne tani nuk, se ka dhe një kategorizim, ke teatr elitar, apo ke dhe teatr pop, masiv, të themi. Kështu që në rrafshet e teatrove elitar, si që është teatri kombëtar, që ku edhe filmojnë disa nga vlerat kryesore televizioni, se s'mund të filmoj gjithë faqe televizioni, do filmoj ato që janë me të vërtet mund t'ja transmetosh publikut si vlerë që dhe edukosh. Unë them se televizioni ndihmon, mbete me këtë ide, ndihmon. Dhe nuk gjykoj se është në i frike madhe se konsumohet shfaqja o bëbos për na vjen spektatori. Spektatorin e ka shterur, spektatorin e ka shterur teatri. Bas përfundimit sezonit ajo. Po, është e vërtetë. Unë po them në përgjithësi, Jo, unë them se unë për vetet kam idenë që mos ndikojmë në krijimin e një targeti caktuar që thotë nuk ka nevojë ta shoh se dikur e shoh televizor. Po Dembeli nuk do vej tash në teatr, ai në teatr do vej spektator që do teatri. Unë them që televizioni është padyshim një partner mediatik i fuqishëm për teatrin. Është një mënyrë shumë atraktive e promocionit. Dhe më thënë, atë që bëndë televizioni, atë promocion që të jep televizioni, nuk besoj se jep në një formë ose në një metod tjetër. Qoftë edhe posterat dhe city lightet që vijen gjithandej, por ajo që bëndë televizioni. Pra ndaj, unë them që është një partner mediatik shumë i rëndësishëm. Dhe një pyetje të fundit me cilën do të ambyllim, për cilën dua përgjigje fare të shkurtër. Kriteri konkurencës dhe kriteri cilësisë, ecin paralelisht? Në seleksionimin e ofertës? Po, kur ka cilësi, padyshim që do ketë edhe konkurencë pastaj. I ka edhe ashtu dhe kështu si, do të fjallës janë të dyja, ato se sigurisht i ke një konkurenca nxjerr cilësinë, po s'ke edhe cilësi dhe prapë. Po varet kush e gjykon atje mbrapa, se duhet kemi publik të mësuar me teatrin, që të arrim në këtë biznes. Se funksionoj kritika njerë, që të nxjerr vlera, se ne nuk kemi një kritik profesioniste, po kemi kritik gazetareske, e cila vetëm komplimenton ose promovon, kryen funksionin e promovimit, po jo dhe të kriticizmit, analizës, ashtu si kundër thamë atë spektatorin gjithnjëherë shumë duhet ta kualifikojmë, që të na vijë një spektator që ka dëshirë teatrin dhe krijon një opinion. Një opinion dhe këtu vetvetiu pasta seleksionimi vjen vetvetiu, në teatr s'ka. Nuk bën shfaqja, nuk vi nesër, mor thuam sa duash, nuk vi, mori fund ajo. Mbaroj. Jo, do thoshe këtë që konkurenca dhe cilësia varet nga standardi. Standardi përcakton gjithçka. Kjo është baza. Në standard jemi, ato do përcaktojnë, domethënë sa ato shkojnë me njëra tjetrën. Ne këtu ku jemi ne, cila prej këtyre e përcakton apo e përcaktojnë të dyja? Druhemi ta themi. Jo, kriterin e vendosjes një vepre në skenë. Jo. Në gjykimin përfundimtar. Në gjykimin përfundimtar e përcakton spektatori, por kriteri për mua, kriteri bazë duhet të jetë cilësia. Një vepër që ka vlera do të vihet në skenë. Konkretisht, nëse shfaqja është shumë e mirë nga të gjitha aspektet, nuk ka spektator. Jemi të detyruar ta heqim nga unë mendoj se rrallë ka ndodhur, që ka qenë një shfaqje shumë e mirë dhe nuk ka fakte. Rrallë ka ndodhur, që janë të njohura, vepra të fuqishme të mëdha, me ngarkesa filozofike, nuk pëlqejnë për shkak të publik i gjerë. Po ajo është shfaqje e bukur. Kemi edhe të kundërtën, nuk po dua të përmend tituj, po kemi një shfaqje, është një diskutim, kemi një shfaqje që ka mbetur për shumë kohë në repertor sepse kishte spektator, në fakt ishte mediokre. Kanë qenë njerë dikur. Po pra, është ky model që përsëritet dhe sot? Apo ka lëvizur? Atëre mund të jemi optimist për t'ia fundit? Për teatrin? Për publikun, për marrëdhënien e publikut me teatrin. Mos të luajmë rolin e priftit ose të mësuesit, e të themi gjithnjë jemi optimist për të ardhmen, por unë gjykoj që rrjedhat e zhvillimit të Shqipërisë, integrimet që ka Shqipëria kulturore, kam gjithnjë fjalën, këto hapje që kemi gjithandej, po dhe funksionimi gjithnjë tani dhe i shkollave, se mbaroj dhe faza e anarkisë dhe u lodhën njerëzit, tani do t'i kthehen gjërave të mbara, të mbrotha, edhe ushqimi shpirtëror. Po u lodhën duke pirë dhe kafe dhe birra dhe limonada në për lokale. Unë them se gjithnjë një pjesë publiku që e do teatrin, e do letërsinë, artet përgjithsisht, ai do të shkojë atje dhe koha punon për atë punë. Unë them se punon koha, është për më mirë. Ilir, fjallë fundit. Po, jemi optimist. Do të ketë arritje, pa tjetër.
do të ketë arritje. Unë do të thoja do të ketë arritje, po me një ngacmim të fuqishëm edhe të kritikës për ngritjen cilësore që kritikas ekziston. Pa dashur. Edhe një nga konkluzionet e publikut e gjitha, se në fund të fundit njeriu shef një shfaqje, thot më pëlqen, s'po pëlqen. Kur ka dhe një zbërthim që pse më pëlqen e pse s'më pëlqen. Pse më pëlqen dhe pse s'më pëlqen. Profesional, ajo rrit edhe kulturë, bën edhe shumë shton shikuesët, po bën dhe shton dhe konkurrencën midis veprave, sepse edhe midis është rritje cilësore. Por më mendoj që faktikisht vendi jonë, domethënë shoqëria shqiptare, duke jetuar në një terren tani të hapur, e hapur karshi Europës dhe botës, dashur pa dashur dhe teatri si pjesë përbërëse e kulturës shpirtërore tonë, domethënë dashur pa dashur, do të eci krah për krah dhe unë mendoj që perspektiva është e prekshme. Apo jo Josip? Ndërsa unë them që në qoftë se ne i servirim gjithmonë vlera spektatorit, ai nuk do ta braktisë teatrin, por do ta vlerësoj dhe do t'i afrohet ai gjithmonë më shumë teatrit. Spektator, si në vitet e rilindjes kombëtare, kur beshin mitingje dhe si pas luftës dytë botërore, kur prisnin biletën atje në teatr, deri në orën 2 zinë radhë, nuk do ketë, ma, të jemi të qartë tani, spektator kështu masiv, sepse ne kishim nevojë për teatrën, kombi kishte nevojë. Në qoftë se një shfaqje jemi 30 herë në skenën e teatrit kombëtar dhe është plot, atëherë do të thotë që ka spektator. 60 e ca herë shfaqja pami nga ura, apo jo, një mrekullie vërtet që një gjë shumë e madhe. Por, ama, mos të lakmojmë, jo, duhet vitë kjo ide, Kristaq, që nuk është vetëm për ty, po është për të gjithë, të kjo ide, që ne dhe duhet ta menaxhojmë spektatorin, ta thrasim, se nuk është më ai spektatori që vrapon drejt teatrit, spektatori vrapon më shumë të shikojë DVD-t, filmat e Hollywoodit e këto që tham, edhe do të ri atje në kafe, ne duhet ta thrasim dhe të gjejmë mënyra të ndryshme nga cilësia, po dhe nga menaxhimi që ta afrojmë më shumë spektatorin, sidomos spektatorin e rinj, këta që thanë dhe po huan vetë që edhe shpesh nuk shkojmë në teatr. Ky është një problem i madh që nuk zgjidhet me. Unë fakt në mbyllje të këtij diskutimi, i cili me sa duket do kishte vazhduar dhe shumë gjatë, jam optimiste sepse është hera e parë në historinë e duelit që detyrohem të heq nga transmetimi një material për shkak të diskutimit shumë të ndezur që kam këtu në studio dhe mbase sot në ditën ndërkombëtare të teatrit, me këta zotrinj të nderuar që pranuan të vinë në studion e televizionit shqiptar, sepse më duhet të pohoj në fund të këtij diskutimi që ishte shumë e vështirë të mblidhje ca përfaqësues të komunitetit të teatrit për të folur për teatrin dhe problemet e tij. Me këta përfaqësues të teatrit që ngritën kaq probleme, me kaq pasion, them që duhet jemi optimist. Megjithatë, nuk do doja ta mbyllja diskutimin këtu në studio pa një konsiderat apo pa një rezultat të anketës, nëse kemi sigurisht. Po, sondazhi për mbrëmjen e sotme ishte ky. Tregu i lirë dhe konkurenca nxisin zhvillimin cilësor të teatrit apo deformojnë hierarkinë e vlerave dhe profesionalizmin. Në fakt, përgjigjet e mesazh dërguesve kanë shumë pak diferencë nga njëra tjetra. 52% e tyre mendojnë se tregu i lirë dhe konkurenca nxit zhvillimin cilësor të teatrit dhe 48% tjetër mendojnë që deformojnë hierarkinë e vlerave dhe profesionalizmin. Atëherë, lutem regjis të më ndihmoj me rezultatet e anketës, sipas grafikisht, sipas anketës pra, tregu i lirë dhe konkurenca për 52% të personave që janë përgjigjur, nxisin zhvillimin cilësor të teatrit, ndërsa për 48% syresh deformojnë hierarkinë e vlerave dhe profesionalizmit. Nëse do ta lexonim ashtu siç duhet këtë rezultat, në fakt do gjeni në të përthyer të gjitha problemet për të cilat folëm këtu sot në këtë mbrëmje dhe natyrisht dhe shumë probleme të tjera për të cilat nuk folën dot. Le ta shohim si një start, si një fillim për një cikël bisedash për teatrin, po në fundit dhe për të bërë një thirrje, le ta shohim si një mundësi këtë diskutim të sotëm për të bërë një thirrje për më shumë vëmendje dhe interes të gjithë shoqërisë sonë dhe natyrisht brenda shoqërisë dhe të mekanizmave vendimmarrës sa i takon teatrit. Mua s'mbetet gjë tjetër këtu veç se të falenderoj të ftuarit e mi për prezencën në studio, për mendimet që dhanë, publikun këtu në studio për interesimin dhe pjesëmarrjen aktive në debat, sekretarin për bashkëpunimin dhe natyrisht ju për vëmendjen me të cilën na ndoq. Duelin e ndiqni çdo të martë mbrëmje në televizionin shqiptar.